Mirëmbrëma të nderuar shikues, sonte në Zoom do të analizojmë rezultatet e rrethit të parë të zgjedhjeve lokale. Kush fitoi, kush humbi dhe çfarë mesazhi dhanë votuesit. Rrethi i parë që solli surpriza, përmbysje dhe një rivalitet të ashpër mes dy blloqeve shqiptare, Vlenë dhe AKI. Nga njëra anë, Vlenë e shpall fitoren në shumicën e komunave me shumicë shqiptare, ku shije festës së tyre i dha kuptohet edhe fitoria në komunën e Çajirit, ndërsa nga ana tjetër AKI pretendon se ka më shumë vota në nivel republikan. Në disa komuna si Tetova dhe Struga, gara mbetet e hapur dhe vendimi do të merret në rrethin e dytë, ndërkohë që në disa komuna tjera, si për shembull Gostivari apo Vrapçishti, do të kemi përsëritje të votimeve. Çfarë tregojnë këto rezultate për raportin e forcave politike, për mesazhin që dërguan qytetarët dhe apo ndryshon harta politike shqiptare në vend? Këto janë disa nga pyetjet të cilat sonte do të kërkojmë përgjigje së bashku me të ftuarit tanë në studio. Së bashku me neve sonte janë profesori universitar Murat Aliu, përshëndetje, mirë se erdhët në Zoom. Analisti Abil Baush, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje. Si dhe analisti Faton Alili, përshëndetje, mirë se erdhët në Zoom. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Atëherë, profesor, çfarë na tregojnë rezultatet zgjedhore? Kush fitoi e kush humbi? Tani, politik edhe fitoria dhe humbja janë relative ndonjëherë. Dhe tani varësisht çfarë marrim për referencë për këtë pyetje. Nëse marrim për referencë numrin e komunave të fituara dhe ato që kanë shkuar në balotazh, duket që koalicioni Vlenë qëndron më mirë se sa koalicioni AKI. Nëse marrim për referencë numrat, totalin e numrave për këshill dhe kryetar komunin, nga ajo që pam nga rezultatet zyrtare të KQZ-s, duket që ka një epërsi AKI të lehtë kundrejt Vlenit. Dhe një referencë të tretë, ndoshta mund të jetë edhe ajo pretendimet e partive politike para ditës së diel. Dhe edhe këtu kam përshtypjen që koalicioni AKI nuk qëndron mirë, për arsye se ato pretendonin një rezultat, le të themi 2-1, madje disa prej tyre shkonin sa që thoshin edhe 3-1. Thanë që do kemi një lloj referendumi, kuptimin metaforik që shqiptarët do duhet vendosin, dëshironin të vendosin para një dileme eksistenciale, pra tjesh apo mos tjesh. Dhe unë me sa arrita kuptoj dhe atë sa kuptoj nuk pash një lloj referendumi të tillë, por zgjedhje normale lokale. Si herave tjera. Si herave tjera ku pas 20 viteve, le të themi, pushtet të Bashkimit Demokratik për Integrim, kam parashtypjen që këto zgjedhje na treguan një intens, një frym paksa tjetër. Edhe kjo frym është që Bashkimi Demokratik për Integrim pas 20 vite po fillon ta hub terrenin politik, kampin politik shqiptar. Në fakt, një deklarat të cilën dëgjova edhe nga zoti Izet Mexhiti dhe në një televizion nacional në Shqipëri ishte që po fillon një epokë e re. Mund të themi se këto zgjedhje shënojnë fundin e një epoke dhe fillimin e një epoke tjetër në skenën politike shqiptare? Tani, varet çfarë ne kuptojmë me fjalën epokë, do të thënë le të themi një lloj periudhe apo rotacioni, për arsye se shpesh epoka ne kupton edhe në cilësi diçka të re. Tani se sa do shohim diçka të re në kualitet, do duhet presim për atë. Gjithsesi është, le të themi, një periudhë e re ku ne do kemi paktën nga ajo çfarë mund parashikojmë këto 5 apo 10 vite tashme, aktor të ri politik dhe ndryshe nga siç jemi mësuar deri më tani. Po, zoti Paush pra përmenda që Vlenë në rrethin e parë fitoi në më shumë komuna. Ndërkohë, nga ana tjetër, Aleanca Kombëtare për Integrim vlerëson që ka më shumë vota në nivel nacional. Tani çfarë do të thotë kjo?
Perceptimi, është me rëndësi perceptimi, si perceptohet situata. Situata perceptohet se kampi politik i Vlenit është fitues këto zgjedhje për arsye se këtu matet udhëheqja e komunave. Nuk matet se sa këshilltar do të keni komuna. Duke pas parasysh peshën e këshilltarëve në pjesën e komunave, sepse ne nuk kemi si Kosova, për shembull, ku pesha e një këshilltari është zakonisht shumë e madhe, këtu te ne kemi pa në Shkup, edhe pa këshilltar funksionon qyteti Shkupi dhe shumë qytete të tjera. Do thonë, por do të ishte pjesa e referendumit nëse ishte 2-1 fitoria, po që ishte 2-1 fitoria, ky rezultat nuk do të ishte i komunave, domethënë ky rezultat që e shohim tash, do të ishte komplet ndryshe rezultat. E tash fryma ose këto parti, shihni, te Vleni është një problem që kemi thënë se ato u shkëputën para se të hynë zgjedhje parlamentare, u shkëput një trunk ose një pjesë, një degë fort, pjesa e Arben Taravarit, që e formoi atë frymën e Vlenit, apo. Edhe ai u shkëput në një moment kur duhej të caktohen zgjedhjet lokale. Edhe tash këto e morën disi vetën, edhe arritën të mrinë me një rezultat jashtëzakonisht shumë të mirë. Dhe kjo matet, kjo është matshmëria. Pjesa tjetër, sa votat ju keni marrë në pjesën e këshilltarëve tjerë, mandej bien në planin e dytë. Jo se nuk është relevante, është relevante, por bien pjesën e dytë. Kjo është mandej një frymë për zgjedhje parlamentare. E tash me këto rezultate, a mund të shkohet zgjedhje parlamentare? Parashtohet një pyetje, një hipotezë, a do të kishte dashur tash BDI të shkohet zgjedhje parlamentare? Hipotetikisht po e pashtrim një pyetje. Por arsye se shifet terreni është pak më ndryshe tash. Fryma pak më ndryshe. Do komplet fryma ka ndruar. Edhe kur e themi këtë se komplet fryma ka ndruar, është mirë kampi opozitar, do thonë këtu kur tham kampi opozitar, kryesisht mendoj te Bashkimi Demokratik Periferi, ku është investuar 25 vite për atë strukturë politike, që ka një kaos, një frym, një qëllim, një ide etj, do duhet patjetër ta rishiqoj veten dhe të rimënkam veten. Mendoni që fitoria e Vlenit në Çajër dhe në disa komuna tjera do të jep eufori apo si thot një frym pak më pozitive, më të madhe Vlenit në periudhën e ardhshme dhe kuptohet edhe në rrethin e dytë? Nuk e di ato si do ta menaxhojnë. Këtë është pyetje për ta, por ama ato do të kenë disa, tash do të jetë presioni te ato. Do të thonë për çështje të cilat në qeveri deri tash nëse nuk e kishin legjitimitetin thojza, tash e kanë legitimitetin dhe tash do duhen tjetër të sillen në qeveri. Do kjo diçka tjetër. Tash po flasim për një pjesë tjetër, për një pjesë të kampit politik ku tha vjen një epokë e re politike dhe ajo që e tha profesori Murat është politika relative. Domethënë kanë pas edhe debakle më të mëdha politike dhe përsëri partitë politike janë rrimë këmbë, janë kthyer etj. Problemi jo idejen të cilën e përcjellin këta. E dim se kanë bërë gabime gjatë gjithë rrugës. Dhe ne këtu kemi qenë para një vjet në njëjtën studio dhe kemi thënë të njëjtën e kemi thënë për Bashkimin Demokratik për Integrim, në atë kohë për Frontin Evropian. Të njëjtën e kemi thënë se do duhet të ristrukturohen, nga e vërteta e ka thënë më shumë profesori Murat, po këtu do duhet, domethënë, atë investim që kemi pas, që kemi bërë si qytetar, pa marrë parasysh ai kanë votuar, nuk e kanë votuar. Do duhet patjetër din të rimë këmbë dhe ta menaxhojnë këtë situatë se na duhen neve faktor të fort politik shqiptar në këtë vend. A është një sfidë për partitë opozitare shqiptare mbijetesa në opozitë? Absolutisht po. Për shkak se nuk kemi ndonjë parti opozitare që i ka mbijetuar opozitës këtu. Pikërisht kësaj frigon. Ndryshe nga partitë politike maqedonase. Ersa nuk kësaj frigon. Domethënë ne do duhet patjetër ta mësojmë, domethënë të mësojmë të jetojmë edhe në opozitë, edhe të fillojmë të rrimë këmbën sepse aty u ka bën një farë strukture. Ka një farë përfshirje, ka një farë elementi që i ka bërë. Domethënë ato do duhet ta gjejnë mënyrën se si ta ristrukturojnë këtë pjesë të kësaj partive politike, dalin me heronj të ri, me njerëz të ri etj dhe të rrimë këmbë. Mos harroni se keni pas VMRO DPMN që ka qenë para 7-8 vjetëve ka qenë kërkund hiç. Domethënë edhe tash e ke në mënyrë plebiscitare ka fituar çdo gjë. Tash nuk mund të krahasohemi me të, por do duhet kemi një farë kulture, të fillojmë të mësojmë. Ja ku i ke pas programet politike. Se unë te kjo më shumë i thirrur, të shoh programet politike. Ja kanë çesharake kanë qenë programet politike. Po do të flasim edhe për ato në vim. Faton desha nga ti të marrë një vlerësim lidhje me rezultatin e zgjedhjeve lokale, pra kryesisht në kampin politik shqiptar. Për dallim nga dy mendimet e profesorëve nderuar në studio, edhe nga referencat që dy partitë politike vetë në natën e zgjedhjeve i dhanë,
unë kam një tjetër qasje, një tjetër bindje se fituesi absolut i këtyre zgjedhjeve ka qenë vetëm VMRO DPMN-ja. Edhe atë e ka shtri legitimiteti në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut. Sidomos në kampin shqiptar, në vendbanimin shqiptarëve prej në Kumanove deri në Struk e legjitimoi politikën e vet ultranacionaliste. Nuk tham, në fakt që po ndërpres, nuk pretendojmë që ka një dallim absolut. Pak të Po. nuk e thash këtë për me bë dallimin. Vetëm ta përfundoj profesor dhe bëri një shtrime të legitimitetit prej në Kumanove deri në Struk, duke ja bërë të qartë faktorin ndërkombëtar pikës së pari se presionin që pretendoi se do të bëj vitin e ardhshëm kundrejt kësaj qeverie për të realizuar ndryshimin kushtetues, se tani do të jetë paksa më i qetë. Duke pas parasysh se 52 komuna i përvetsoi VMRO DPMN-ja, atëve se e kemi ditur çysh në fillim të vitit të kaluar, kur mori mandatin e qeverisë, se esenca e VMRO-s ka qenë t'i përvetsoj edhe komunat, po ashtu i ndihmoi edhe Vlenit prej në Kumanove deri në Struk që ta legjitimoj politikën e vet me kandidatët e vet. Në pikpamjen e parë është shumë parimore, është shumë e thjeshtë. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë 10 viteve në bashkëqeverisje me Nikola Gruevski po të njëjtën gjë ka bë. Po parashtrohet pyetja se kush po mbet. Unë mendoj se humsin më të mëdha janë shqiptarët. Shqiptarët pas zgjedhjeve lokale besoj se kanë mbetur pa busull politike. Pse mendon ashtu? BDI-ja apo thënë më ndryshe AKI-ja është e shkatëruar në aspektin politik të organizimit të saj. Unë pretendoj se mbas këtyre zgjedhjeve do të kemi zhvillime drastike në pjesën e Atij Tabori. Po ashtu edhe koalicioni Vlen besoj se është e nënshtruar tek VMRO DPMN-ja dhe nuk mundet, siç e tha profesori, se ata do të kërkojnë diçka më shumë tek hisja e tyre në pushtet. Ata e dinë se fal VMRO-s kanë ardhur në pushtet. Ata e dinë se këto komuna që i kanë fal VMRO-s DPMN-s. Po të njëjtën gjë dhe BDI-ja që kishte me Nikola Gruevski. Gjatë kohës së Bashkimit Demokratik për Integrim në vitin 2014 BDI-ja fitonte nga 20 deputet, po qasja institucionale, vendimarrja aty ku duhet në pushtet ishte barabartë me 0. Besoj se ne jemi kthyer në pikën 0. Prap do të fillojë avazi i njëjtër i kësaj VMRO-je, e cila politikën shqiptare e ka çorientuar tërësisht. Profesor, nuk ndani siç duket mendim të njëjtë. Jo, nuk ndajmë pse me u kthim pikën 0, patjetër me pas një lloj fituesi. Pse mendon që na rikthy në pikën 0 këtu? Të përgjigjem apo? Po sigurisht përgjigju. Shiko profesor, këto komunat që i përvetsoi njëra palë apo tjetra janë në aspektin e çështjeve administrative janë vetëm byrokratike. Nuk përfaqësojnë interesin e përgjithshëm shqiptarëve. Interesi i përgjithshëm i shqiptarëve duhet edhe një herë të rinegociohet me palën tjetër. Nuk vazhdohet më kësaj. Na kanë lodhur njëjta skemë politike 25 vjet spako gjeneratën time që është më e re, duke na premtuar se tani do të decentralizojmë pushtetin lokal, tani do e bëjmë përfaqësimin edukat nëpër institucionet të shqiptarëve, tani do e zyrtarizojmë gjuhën shqipe, 25 vitin e kemi status quo nëpër gjitha këto procese. Mendoj se gjenerata jonë më e re do të ulet dhe duhet të mendoj për një ridefinim të këtyre kërkesave. Nëse më pyet dikur se cilat janë ato kërkesa, besoj unë se është shumë e thjeshtë. E para do të jetë e drejta e vetës, në shkrim 2 palësh nëpër të gjitha institucionet ekzekutive. E dyta do të jetë se shqiptarët duhet të jenë pjesë si kategori kushtetuese në kushtetutë. Jo vetëm një narracion i bukur ku absolutisht se pesha e tyre është 0. Dhe drejtë që ta martë atë gjuhën tonë, aq shenjtë, aq të ëmbël, ta zyrtarizojmë në tërë nivelin nacional të shteti. Po në qovë se nuk munden, nuk është patjetër të futën në qeveri, rrinë në opozit, ose shkoni tek shtëpia. Kishte diçka përshtuar apo? Jo, unë po thoj se pajtohem, por nuk mendoj që këto ishin ato zgjedhje për këto gjëra. Këto gjëra që është paksa edhe më kruciale, kërkojnë edhe kontekst ndërkombëtar, kontekst brenda shoqërore, shumë gjëra tjera. Jo, situata, si ku shkon situata, do të bie te rezultatet e Fatonit që i thotë. Domethënë, nëse analizohet kështu situata, Fatoni e thotë të rezultatin përfundimtar, domethënë, nëse ndodh që kështu të ngelet këtë situatë, nëse ne nuk negociojmë, nëse ne nuk evoluojmë etj. Po a di pse ndodh kjo? Ne në çdo zgjedhje kemi riciklim politik. Për çdo zgjedhje kemi riciklim politik. Do thonë edhe neve na përsëritet ajo, faza e riciklimit politik. E përmende partinë e cila
është fituese dominante në kampin politik Maqedon. Edhe pse kanë pas ato një rënje dramatike, kanë pas një rënje dramatike në vota, por fryma, nëse këtu e thëmi ka fryma fituese, ato kanë frymë fituese. Se te ato figurat vjetra shkojnë, do të thonë, pensionohen, nuk rikthehen. Qështu ato e vazhdojnë, frymën ato e vazhdojnë, ato idejnë atyre vazhdojnë. Te ne reciklohet pjesa politike. Edhe përsëri rikthehet. Individet, e ke fjalën për individet. Jo, edhe politika reciklohet, edhe politika reciklohet na, për fat keq. Do thonë ti te vleni nuk ke vlen me frymë të re, po ke një BDI e cila ka qenë një herë, do thonë veç u ka transferu këtu edhe këto vazhdojnë. Kështu kam një përshtypje unë. Thonë nuk ke këtu një moment ku ke dy fryma ndryshe të shqiptarë, me thonë që e kanë një qëllim bashkët si të arrim barabarësi ose si të arrim të rrisim ato thuaja kërkesat tona, të drejtat tona, zhvillimit tonë ekonomik, e tjere tjere. Mund të jetë e majta e djath ato, i kanë metodat e veta, politikat e veta, për qëllimi është i njëjtë. A këtu qëllimi ndrohet, kupton sepse pi këtu transferon, këtu madje këto transferon andej, edhe kjo neve na bën çdo herë të vim te ky rezultate që thënë gjenerata e re, u lodha me këto gjëra, di. E po për këtë arsye do duhet patjetër të ketë edhe atë kontekstin që e tha Murati, duhet krijohet konteksti kësaj punës. Për momentin për fat keq që të them, nuk ekziston konteksti, ajo mund të krijohet, po për momentin po të jemi korrekt, e kemi e zvogluar, e di kur dule ajo pjesa e frontit evropian kundër kujt fronti të bo. Më thonë kundër kujt të bo front. Më thonë është një ide të cilën duhet ta nxjerrë. Tash bëjmë aleancë, kundër kujt bën aleancë. Ose ne bëjmë këtë tjetrën, jemi më të mirë në mahallat tona. Super, bravo. E bën bajraktarizmin tonë, tash do të shohim si do ta bëjmë. Problemi o konteksti duhet krijohet këtu. Për momentin ajo që tha Fatoli, ato vetë se ne nëse bëhen ato gjëra, ne faktikisht po hym edhe de jure në një proces të federalizimit të shtetit. Praktike në shtrimet lidhur në atje të kushzuar është federalizim de facto. Ose autonomi territoriale. Si lloj hapash të mëdhej në Ballkan, edhe në Maqedoni, që nga viti 90 deri sot, asnjë hap nuk është bërë pa një presion faktorit ndërkombëtar. Po pa miratim të faktorit. Edhe marrëveshja e Ohrit, edhe Përzhina, gjithë u bën ne fatkeqësisht 85 vjet nuk kemi dëshmuar që kemi kësi lloj kapacitetesh për me zgjidh problemet soi tillë. Edhe kanë sakrifikuar jetë politike, politician. Tani për momentin edhe brenda, edhe kjo hegemoni e VMRO DPMN-s, kraut nacionalist, se nuk ka vetëm VMRO DPMN-ja, është edhe Levica, është edhe Znami, domethënë që tani hapësira nacionaliste po përfshin gati se 80% të elektoratit Maqedonas. Por edhe kontekstin ndërkombëtar, kuptimin e zhvillimit brenda Europës, edhe administrata Trump, një disponim të tillë nuk po shoh. Nëse ne këto nuk kena mund të zgjedhim paktën me Bashkimin Demokratik për Integrim çat periudhën me Zaev ku ka qenë mbase për mendimin tim qeveria më liberale këto 35 vitet, kur atëherë nuk i kena zgjedhur tani me këtë hegemoni të kraut, djath dhe ultra djath, nuk mendoj që nuk po shfaqsoj vlen apo por mendoj që kjo po e te kalon edhe vlenin, te kalon edhe vetë shqiptarët tu që jemi. Kërkon edhe një lloj ndihme nga jashtë. Mirë, do të rikthehemi në temën e rezultateve zgjedhore, por do të flasim për atë që i parapriu rezultateve, përmendë programet, unë do të flas për fushatën. Kishim një fushat ku nga njëra palë përmendej referendumi, siç e përmendëm edhe këtu, ndërsa pala tjetër ishte fokusuar në zgjedhje lokale, por edhe kishim edhe përparësinë të qenë në qeveri. Ne kemi parë se vlen sidomos krerët, Kasami dhe Mexhiti ishin shumë aktiv në terren. Sa i dha përparësi kjo gjë vlenit dhe si e gjithë kjo reflektoi në vota? Një potek strategjik, një lëvizje strategjike që e bëni vleni ose dul me artilerinë e rëndë në zgjedhjet lokale. E nxjerri komplet artilerinë e rëndë, e nxjerri kryetarët e partive politike aty që janë brenda vlen. E mori rrezikun. Komplet, domethënë i nxjerri figura që janë më kryetara komune ose kanë qenë drejtori dikon, domethënë komplet artilerinë e rëndë nxjerri. Edhe kjo artilleri e rëndë, kjo është në pushtet, ju mundëson ta kenë këtë komoditet që të bëjnë fushat më ndryshe, por edhe e dytat nga pala tjetër nuk dol eshalloni i parë.
politik, nëse e parë. Domethënë në atë kombinim të asaj alianse, që i themin aliansa kombëtare për integrim, nuk ishte askund eshalloni i parë. Kishte dikun nën kryetar. Ma thonë, mirë, po nuk ishte kërkun eshalloni i parë. Po nën kryetar është. Këtu ke pas kryetari i LD-s ka qenë Izet Mexhiti, ka qenë Bilal Kasami kryetari i Tetovës, dhe kur thëmë, Bilal Kasami kryetari i Tetovës, të gjithë komunat përreth i ka të rijek. Dhe shqipni të gjithë janë Lëvizja Besa. është jo korekte ta them këta për Vlenin, por Zhelin, Tearz, Bogovin, Bërvenic, Tetov janë komplet. Domethënë krejt aty është e mbërthyer nga Lëvizja Besa dhe Bilal Kasami. Domethënë kjo kampanja e tij, kategori, domethënë ajo kur thon artilleria e rand ka dalë aty. Edhe në Çajir është e njëjta, Saraj, edhe Çajir, edhe Araqin, po tre komuna. Domethënë janë njerëz të LD-s. Apo, domethënë shive, artillerinë e rënd komplet e nxjerr aty dhe i fiton këto zgjedhje. Për dallim për atje ne kemi pas raste kur kemi pas anonimusa te pjesa e Aleancës Kombëtare për Integrim. Po njerëz të cilët nuk përputheshin, ato nuk arritën edhe të bëjnë një fallë kohezioni brenda koalicionit tyre. Ne i shifmi njëri me një anë, tjetri në anën tjetër, kur dilnin për kampanja, ose njëri shkonte te njëri, te tjetri nuk shkonin, më thonë kishte një farlloj dezorganizimi në këtë pikë. E po, jo këtë ne e thonim çdo herë, më thonë, por asnjëri nuk e ndëgjante. Mandej, shive, është shumë e rëndësishme të kesh figura të reja në zgjedhjet lokale. Është shumë e rëndësishme. Këto i nxjerrën artilleri, ti nuk arritet të nxjerrish moment, një kontent nuk kishim një figurë të rejnë. Përveç Bleranti i Sarajt, përveç Bleranti këtë patjetër do ta them, do nxjerrish një figurë të re, edhe me atë figurën e ta përgatisish, jo 5 minuta në 12 ta nxjerrish figurën e re, po ta përgatisish në gjithë periudhës kohore. Ma thonë, sigur se mirë thot profesori Murat, ato mendonin se janë Aleanca Kombëtare për Integrim, ende mendonin se janë pushtet, dhe nuk e luani rolin e opozitës. E të ashtu ti duhet nxjerrish heroj të ri. Këto arritën bilen strug në nxjerrin, Vleni arritën nxjerrë kandidat vetin, si i pavarur. Edhe pse s'ka pas shtrirje, po? Në disa vende as kandidatët i kanë nxjerrë 5 minuta në 12, i kanë nxjerrë sarta më kështu. Nëse kishim punu dhe këto pak më mirë, do të dilshin ndoshta rezultatet edhe pak më ndryshe. Profesor? Tani, nuk e di, unë base kam kështu një qasje pak ma reduksioniste në këtë dhe nuk duat hymë këto komun për komunës edhe realisht nuk i di numrat edhe shumë kontekstit edhe emrat e shumit se kandidatë nuk i di, po kur them reduksioniste, kam përshtypjen që unë i besoj paka shumë asaj që quhet zeitgeist, frymës kohës, thjesht çdo fenomen, formacion politik të rast, vjen dita kur ajo fillon të marrë fund. Mendoj që Bashkimi Demokratik për Integrim ka përmbushur ciklin e saj, sigurisht ka kontribuar jashtëzakonisht shumë këto 20 vite, por që vjen dita që edhe konsumohet edhe ideologjia, konsumohet edhe vizioni, me kohë fillon edhe degradimi, fillon edhe dekadenca, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Tani, qofse shohim, nëse analizojmë pra në këtë kontekst, unë pajtohem me nderumin Abili, pra si e para mendoj që ishte një lloj koalicioni paksa i panatyrshëm, kur kemi parasysh që zoti Taravari një vjet e gjysmë më parë ishte ylli i Vlenit, ishte ai që i dha frym Vlenit, që i dha inercion Vlenit. Ishte njëri ndër aktorët i cili realisht e organizoi dhe orkestroi krejt koalicionin me VMRO DPMN. Dhe befas brenda një nate për një periudhë shumë të shkurtër kemi një sallte mortale politike të zotit Taravari, lëshon qeverinë dhe shkon tek koalicionon me zotin Ahmetit, cilën ofendimet cilëve kishin shkuar deri në nivele personale. Dhe zotri Sela ti mërejnë. Tani vim tek zoti Sela, për mos me marrë shumë kohë. Dhe raportet e tyre ne i dim me zotin Sela. Atë që tha prapa Bili, një kampanjë ku zoti Sela me zotin Taravari nuk bisedonin, nuk kanë muhabet që shtot të ne popullit, nuk komunikonin njeri me tjetëri. Një herë apo 2 herë krejt janë paraqitur bashkë. Kjo është një. Së dyti, mendoj që edhe... kundërt, kështu, njoni janë diskursin, Bashkimi Demokratik
ka ngel disi i vonuar me diskursin politik cilën e përdorë. Përveç që nuk përkonte me zgjedhjet, me natyrën e zgjedhjeve, që janë këto zgjedhje lokale, ku du të me folë për kanalizim, për rrugë, për rrugica, Aki zgjodhi pra të flase për meret me tema mëdhoja, me grand narracione, me kauza mëdhoja, cilët nuk përkonin edhe me natyrën si shtash, por edhe disi sikur përveshin e qytetarit shqiptar janë të tepër sëritura dhe disi nuk u lem për shtypje më këto ky diskurs. Kërë përmendja paraprakisht Taravarin, çfarë kontributi dha Taravari rezultatit të AKI-s? Nga ajo që shohim, si duket kontributi i zotit Taravari, le që nuk ka kontribut. Madje si duket ka dëmtuar. Le të themi tani, hajde të përmendim ndonjë komunë, megjithëse nuk jam i mirë këtu, korrigjomni, Sarajin. Sarajin BDI-ja ndoshta sikur ta kishte kandidatin e vet, ndoshta do ta kishte fituar shumë më lehtë dhe me rezultat shumë më të mirë. Në Saraj është interesant për shkak se Aki e ka shumicën e votave të Këshillit, ndërsa sa i përket kryetarëve të komunave fiton kandidatin. Për ta përmbyll, kontributi i zotit Taravari këtu nuk duket. As më pak kontributi i zotit Sela. Unë paktën nuk e shoh. Faton, si e ke parë këtë fushatën? Fillimisht përshtypja e parë e përgjithshme në nivel të përgjithshëm të gjitha komunave apo dhe situatës pak a shumë politike, mendoj se Maqedonia, shteti i thellë i Maqedonisë, në krye me Akademinë e Shkencave, që përrënjë ka në Kumanov, e Jehona i ndëgjohet deri në Beograd në Moskë, e ka arritur suksesin më të madh vetën. Shqiptarët janë të parcializuar nëpër mahalla të ndryshme. I përmendëm këtu mbi 10 lider shqiptarëve. Asnjëherë këtu në këtë situatë nuk e kemi pas më herët. Nëse se kjo situatë do të vazhdojë edhe më keq. E para punës, e dyta punës, nëse vazhdoj. Edhe kemi dy tabore politike. Po dy tabore, po mirë tha profesori, nuk janë ato tabore natyrale. Gjithçka përfaqësoj. Interesat e veta grupore, interesat personale, vetëm interesin e qytetarit dhe interesin e përgjithshëm nuk e përfaqësoj. As Aki, as Vleni. Këtë do e shohim në vazhdimsi. Faktet dhe argumentet i kemi, i dini dhe ju. Të njëjtat figura politike kanë bërë salto të ndryshme. E ki zotin Taravarin brenda vitit që kollon pozitë dhe opozitë. Po ashtu dhe zotin Zellin Sela, po ashtu dhe këto të Vlenit. Jo, këto, Faton, më farë për ndërhyrjen, këto atë mosbesim mendoj që e te kalun vitin e kaluar në ato zgjedhje dhe u kriju një lloj kohezioni brenda Vlenit, mendoj, por gjatë ti... Prap do të kese, nuk do të kënaqur me pushtetin qendror. Ajo është çështje që... Besoj se Soni prap do na afrojë. Vesh një ndërhyrje këtu tek Saraj, patjetër e kam ta them, megjithëse kandidati i Akit, konkretisht zoti Blenat Ramadani, ka qenë një ndër kandidatët më të mirë në gjithë këtë garë, edhe në kampin politik shqiptar, por edhe te kaj Macedonas, do të kisha dashur dhe të them një fjali për kishim dy kandidatë të mirë në Saraj, ishte edhe gara pak në nivel më demokratik. Edhe kjo është e mira ka qenë zgjedhjeve lokale që kam përsërit çdo herë, ndoshta jam mërzit, i kam mërzit edhe njerëzit. Po them, te zgjedhjet a di në literaturën politike tash po inkuadron fushën e profesorit Murat. Do thon, e shihni të gjithë liderët botëror, fal Faton, kam ta marr pak. Të gjithë liderët, shifri që bën kryeministra të vendeve evropiane kanë qenë kryetar të komunave. Kryesisht kryetar të komunave të mëdha, metropole, domethënë. Domethënë çdo kjo ka qenë një farlloj, është një normal një jetë politike të njerëzve. Edhe ti nëse i zbret prej nalt poshtë garojnë në komuna, ti nuk e bën të kundërtën, por atë ne kemi diskontinuitet politik kemi. Edhe ekonomik, nëse doni ta thoni. Nëse ti këtu ke njerëz ku mund të hapësh në faktat akademinë politike, praktike të hapësh këtyre njerëzve. Kjo vetë ka ndodhur në këtë vend. Ka pasur në disa vende të tjera, ka e vërtetë ka pasur kandidatë tjerë të ri, po këto dy pak më ndryshe kemi pasur. Do të thonë kemi pasur një garë jashtëzakonisht mirë, edhe korrekt. Korrekt, po. Fal, Faton. Do të kisha dashur shkurtimisht potencoj për Aleancën Kombëtare për Integrim, se në çfarë drejgjet shumë të keqe dhe shumë të rëndë ka ra. Besoj se në vazhdimsi do të kese edhe ulje më të madhe, kryesisht Bashkimi Demokratik për Integrim,
sepse brenda 2 viteve nuk e kemi mësuar ta shohim Bashkimin Demokratik për Integrim të koalicionohej me nga 7-8 parti. Sidomos me koalicione jo natyrale. E kush ishin ato koalicione natyrale? Mendon që ishte gabim koalicionimi me Absolutisht se koalicionimi me zotri Zedin Sejlen. Para ti me zotri Menduthaqin. Para ti me Arjanit Hoxhën e zotri Skënder Xhepi. Unë besoj se vetëm ato vota, po të mi marrën zgjedhjet e kaluara, ndër vite, Bashkimi Demokratik për Integrim veti ka pasur. Pse i mundsoi ekzistencën politike këtyre liderëve, mahallave, prej Struge, Ngostivare, Këndej. Nuk kishte nevojë. Gjithë ajo punë e frytshme është dashur të bëhej me muaj që ta shohim zotrin Menduthaqin, zotrin Zedin Sejlen dhe Aliametin krah për krah. Iku njëri, erdhi tjetri, erdhi zoti Travari. E legjitimoi politikën e vet të gabuar, qoftë në qeveri me vëmëron, pa legjitimitet, dhe i përsëri e futi në koalicion të tij. Për çfarë arsye? Duke pas parasysh se numrat profesori shumë mirë përmendi. Gjithçka mund të ketë bërë Arben Taravari, ose partia e tij, vetëm hajri jo. Kështu përkthehet kjo situatë. Po, atëherë do të kisha dashur edhe një pyetje me që përmende programet, kemi pasur edhe debate në studio dhe kemi dëgjuar shifra milionëshe, ndërkohë e dim që shumica e komunave është në borxhe milionëshe gjithashtu. Tani si shpjegohet kjo? E di, Ersan, unë kisha një postim sarkastik në rrjetet sociale, shkruajta me këto premtime të, nuk o thash veç të aspekti politik shqiptar, po edhe të ato Maqedon, se ato i ndjeknja. Më thonë, të ky, nëse i analizon kështu krejt, ne do të kishim pas një rritje ekonomike për 50% GDP, do të kishim edhe atë shumë shpejt, do të thonë se shumë gjëra ndronin, për shembull prej të mbeturina te habet inovative, te sipërmarrësia, te inovacione, te këtë, do të thonë krejt përmendeshin këtu, edhe u bën një mishmash i komplet, a ne kemi problem sot në Shkup me mbeturinat, flasim për një gjë të cilën e paguajmë, e duhet patjetër të rrihet etj. Do thonë, problemi ka qenë i programeve politike ka qenë të pasinkronizuara. Do të thonë, disa kandidatë politikas nuk e kanë ditë se për çka garojnë. Do të thonë, nuk kisha një far ide kur e lexonja ky a ka ekip ti tregoj se për çfarë garon. Mega projekte të mëdha në një komunë jashtëzakonisht vogël. Do të thonë, ke pas mega projekte të mëdha në të komunat të Shkupit, komunat e Shkupit janë nën komuna. Do të thonë, nën qytetin e Shkupit. Në kompetencat të qytetit patjetër, për të bërë një projekt shumë të madh, duhet patjetër ta kesh të drejtën, do të thonë ta kesh edhe një farlloj miratimi edhe nga qyteti i Shkupit. Okej, shkojmë tutje, do të thonë prej Tetov, Gostivar, tutje edhe këto vende tjera. Nuk pash në programet politike një garues i këtyre zgjedhjeve që thotë unë do ta ndërtoj një vend, rasti Rusin apo e tham në Gostivar, ku mblidhemi të 4-5 komuna, 6 komuna, dhe sepse kur të bashkëpunojnë këto komunat, thuaj ajo pjesa kapaciteti i ndërtimit të tyre, edhe serioziteti të tyre për të marrë grante dhe për të marrë kredi për mandete kthehet është shumë e madhe. Edhe niveli i korrupsionit është shumë i vogël që i ke 7 komuna janë bërë, thonë nuk mundet atë shumë të lëvizish edhe Unioni Evropian edhe ndihmon në këto. Do të thonë projekte IPA, ku e diun projekte të tjera etj. Nuk e pash këtë. Do të thonë thoje unë do të bashkëpunoj me këtë komunë për arsye se kemi interes të përbashkët në bujqësi. Ose unë do të bashkëpunoj, komuna e Likovës do të bashkëpunon me komunën e Hallaqinës për arsye se na duhet në qendër këtu për zhvillim biznesit të këtij tipit. Po nuk ka kështu gjëra. Do thonë në programet e tyre po. E di kufizon mundësisht nëpër mahallat e tyre. Do thonë këtu ka kanalizim duhet ndërtohet aty. Edhe ti ndalesh e thu pret, ky kanalizimi do duhet të jetë patjetër, e di. Duhet të jetë. Edhe kjo do të vazhdojë kështu. Do thonë do të vazhdojë sepse mënyra e shkruajtjeve të programeve thuaja për zgjedhje. Do thonë mënyra e platformave të shkruajtjes zgjedhje do ndodh kështu. Si çfarë paradoksi ka? Nëse më lejoni 20 sekondë. Sigurisht. Kemi buxhete të cilat miratohen nga kuvendi i komunave. Apo? Edhe buxheti miratohet për shembull me një sumë caktuar. E tash, ai buxhet duhet patjetër të kalojë në biron për prokurime publike. Kalon si plani i prokurimeve publike.
Thonë, çka do të bësh ti për 1 vjet prokurime publike. A e dini se këtu, domethënë, ky numër me këtë numër nuk janë të barabartë. Dhe unë kam pa këtë se kam analizuar bagi shumë, ka nuk janë të barabartë, sidomos te komunat tona. Mandej te Open Finance për Belaçe kam bë, shumë thojse tham, kur e shef realizimin e këtyre prokurime publike, këtu është shifra 30-40% më lart është. Aty zhytesh në borxhe, a nuk ka rezultate. Këtë them unë, edhe nivel shtetëror e tham, ne jemi shumë dobët në planifikime. E thonë paratat, ama e kjo ndodh për arsye se edhe vetë qytetarët nuk e kërkojnë këtë. Më thonë, parat publike do të dihen mirë shfrytëzohen. Parat ishte shumë qesharaka dhe thashkës, 50% do të kemi rritje kënë, vesh në të realizojnë këto premtimet e tyre. Shqipe, një kredit e kepi 250 milion eurove në të cilën e ke pa tjetër ta kthesh. Dhe ajo u shpërnda në gjithë komunat. Unë këtë kam thënë edhe para 1 viteve kam thënë se ato do të përdoren për krimin e çeshmave të fshatrave. Kjo do ndodhë. Edhe kjo po ndodh, domethënë nuk ka asnjë impakt zhvillimi. Fati i madh komuna shqiptare i shfrytëzon ato të ndërtojnë këtë infrastrukturat e veta, që është pozitive, nuk është negative. Po na më san, problemi ose ne nuk kemi pas platforma garuese në të cilën nesër do të harrojmë, do ta dimë se. Që një pyetje për ju hipotetike po e bëj. Cilën do komunë merreni? A e mbani mend ndonjë platformë politike të dënjonit për kandidatëve? Mbani me një kontratë ka ekzistuar me një kohë. Çaq. Ka pas disa kontrata tjera përpara. S'ka, nuk ka rezultat. Kërkush nuk jep llogaridhënie. Pse kjo ndodh? Ose nuk ka kërku, pse janë bë këto? Domthon për këtë thamë unë çdo. Domthon të duhet seriozisht ekipet të cilët punojnë me këto kryetar. Se ato ekipet që punojnë me këto kryetar do duhet by default të jenë edhe pjesë e udhëheqjes të komunave, të sektorave të komunave etj. Kjo nuk ndodh sa mirën ekipe prej jashtë, ato nuk dinë, lidhje nuk kanë se çka ndodh nëpër komunat tona, i marrin për dikun, PR agencione ndryshme, edhe vashkrujnë me ChatGPT një platformë ose një program. Është vërtet, po. Super është atë. Edhe e nxjerrin, do të dalim, do të bëjmë një 2-3 video me content politik që nuk nxit. Pa di se contenti i marketingut është shumë i rëndësishëm, edhe ajo nuk nxit. Domthon këto i kemi ne probleme kemi. Por atë them, dhe kur të flasim te kjo plaga ime e programeve politike është vetëm një program politik kam pas program politik tash të fundit e ka pas VMRO-ja që fitoi, edhe ajo për mua vlerësohet me një 2, hiç më shumë, se kam pas program politik, a këto tjera nuk ka programe. Këto i mbajnë mend, se janë më zgjuar. Jo, këto i shkruajnë me një fletushk, edhe ajo nuk është kërkuar hiç. Por edhe këtë po va falim. Po, atë një gjën bazë që nëpër komunat fillojnë ta realizojnë. Unë mendoj se ky popull tash të lidhem pak në pjesën politike, më falni. Në pjesën politike, ky popull nuk va ka dhënë votën vlenit. Nuk i ka shpërbly, po i ka dënu Bashkimin Demokratik për Integrim edhe koalicionin. Çfarë që thot Fatoni edhe i ka dënu. Domethënë ky qytetar. Për çka? Po i ka dënu për arsye se këto salltat që bëheshin edhe mendoni se kjo njëta politik 20 vjet do të vazhdon. Hajde tash po pajtohemi për një qëllim shumë më të madh, pastaj prapë edhe prapë ne ndahemi, nuk shkon kjo sepse njerëzit kanë nevoja të baza. Edhe apo ti po unë po e bëj këtë në vend tënd. Atë që të cilën ti nuk mush. Edhe tash kjo nuk është problem. Kjo është dënim për dikant tjetër. E tash në ta kuptojnë këtë shpërblimin, si të duan, po do të vihet dita këto dhe këto do të dënohen, nëse vazhdojnë, sepse ky popull ka filluar të maturohet. A di pse maturohet? Për arsye se kemi zgjedhje lokale në Kosovë që janë komplet ndryshe. Ndryshe nga parlamentarët. Ne kemi komplet ndryshe, edhe nuk kemi shumë larg aty. Ne i shohim këtë gjëra. Kjo gjenerata e re i shef këtë gjë, ne ballafaqohemi me studentët tonë dhe i shohim në gjeneratat e reja si mendojnë. Edhe kjo do të vazhdojë ndoshta edhe një cikël zgjedhor. Po jo më shumë fal, fatose e teprova. Jo, patjetër. Gjenata jonë edhe rastisht jemi më euforik dhe dëshirojmë disa procese pak më shpejt të i prim. Ndoshta durimin e kemi pak më ndryshe prej gjenatës tuaj. Mosh normale, gjenata e reja tjetër kështu është shumë normale. Si për shoh politikë bërjen përgjithësi se diskutuam disa individ caktuar, lider të tojzat partive politike që pas kanë vendosur që mashallonin e parë të garojnë nëpër komunat tona, qoftë nga ana e AKI-s, qoftë nga ana e Vlenit. Po për bindjet e mia besoj se lufta e vërtetë është nalt në institucione konkrete, atje ku dahet buxheti, atje ku duhet bëhet lufta e vërtetë për marrjen e ISIS që na takon. Ne kemi kandidatë të mirë, kemi menaxhues të mirë, po
Unë do të si emër konkret do kisha përmendur Azem Sadikun student Liçanit. 3 par 4 par zgjedhje që i fiton atje, edhe është i vetëm përballë vis-a-vis dy bloqeve të ndryshme. Apo tash që kemi një kandidat pavarur edhe në Dibër, edhe ai ishte besoj se ka pas plan program të mirë dhe ka qenë i pranueshëm tek popullata. Mirë po, për mirën e përgjithshme qytetarëve, nuk mund të themi se tani erdhi në krye të qytetit të Çajirit apo në krye të qytetit të Gostivarit një menaxhues shumë i mirë do të bëj dallime të mëdha, do të bëj ndryshime të mëdha, kur nuk ka mjete financiare në dispozicion. Komuna e Gostivarit paraprakisht brenda një viti siguron mjete prej 20 dhe 25 milion euro. Edhe atë është profesori e di shumë më mirë se janë mjete bruto. Për investimet kapitali ndahen vetëm 2 deri në 3 milion euro. Si do të mundet ai me një qytet me popullsi afër 40.000 banor, ti përmbush kërkesat dhe nevojat e të qytetarëve. Duke pasur parasysh se handikepi ndaj tërë viteve më të kaluara, kemi pasur mungesë të rezultateve të mëdha. Shumë e vend, në konstatim e vend, po për arsye se më falë se ta mora. Po themi te zgjedhjet. Shumë pyetje me vend për arsye se e di si është. Puna e decentralizimit të ne ende nuk është sqaruar si duhet. Në hall të madh është edhe qeveria qendrore me decentralizim. Mos mendoni se ato kanë çash dëshirë të madhe që ta mbajnë komplet këtë shtrëngushëm pjesën e decentralizuar. Se kemi komuna të cilat nuk dinë të menaxhojnë me mjete, edhe nuk kalojnë në faza. Sidomos ruralet. Ato rural, që është rastin me qendrën Zhupa edhe me Mavrovo dhe Rostushën. Më thonë, janë disfunksionale si komuna, më nuk dalin njerëz me votu ma. Po, këto do të diskutojnë. Jo, e kam bisedën faqe, po dalë për i parapri kësaj. Problemi se komuna duhet të bëj politika të qëndrueshme. Konkrete, të qëndrueshme konkrete. Edhe duhet të bëj kërkesa. Tregom, cëlla komunë, përveç një 5-6 komunat po t'i numrojnë nëse do, edhe asnjës është e jona, kështu më thoj se e jona, më thonë, është qyteti Shkupit, se është me liqë tjetër funksionon, është Kumanova Manastiri, është Prilepi, edhe Strumica, komunat të cilat kanë kalu disa faza edhe Shtipi në këtë zhvillimin e decentralizimit. Ohri ka llogarit bllokume, është qytet që mund i zhytur në Borgje. Është në Borgje, Gostivari, Tetova, ku e di, disa qytetet tjera të Maqedonisë Lindore që janë disfunksionale. Më thonë, kjo më temë që duhet bëhet reformë, darja territoriale e re. Do edhe një debat. Edhe që unë nuk jam për atë e thirrje. Do të kthehemi te rezultatet e zgjedhjeve. Në fakt do të diskutojmë për rrethin e dytë. Profesor, e dim që në Tetov, Struk, Dibër dhe komuna të tjera, disa komuna tjera do të kemi rreth të dytë. Cilat faktorë do të jenë përcaktues dhe a ka gjasa përmbysjes së rezultatit? Kur jemi të Tetova, vlen të potencohet që Bilal Kasami ka rreth 4.000 vota më shumë se sa Bajram Rexhepi, apo konkretisht Bilal Kasami ka grumbulluar 19.028 vota kundrejt 15.272 votave të Bajram Rexhepit. Si parti e tretë është Levica këtu me 3.298 vota. Duket që sipas asaj që është deklaruar që VMRO DPMN ka mbështetur zotin Kasami në rreth të parë, a ka gjasa për përmbysje të rezultatit apo gjithçka është e qartë në këtë komunë? Jo, gjasat sigurisht që ekzistojnë base dhe mund të jenë minimale. Mendoj që tash tani lufta do bëhet tri komuna kryesore, nëse llogarisim si të mirë që janë rezultatet në Gostivar, edhe pse do ketë një lloj përsëritje, po besojmë që nuk mund të ketë një lloj befasie. Tani Tetova dhe Struga, Bilal Kasami dhe me ndyqyra kandidati pavarur, i mbështetur nga Vlen dhe njëkohësisht nga VMRO DPMN. Pra po them nuk i di numrat saktë, po nga atë që mund ta them dhe atë që di është se mbështetja e VMRO DPMN edhe për zotin Bilal Kasami edhe për me ndyqyrën duket që është përcaktuese. Dhe kjo nuk unë personalisht për dallim nga shumë kusht tjetër nuk e shoh si diçka tragjike. Këto lloj bashkëpunimesh, koalicionimesh kanë ndodhin dhe do të ndodhin. Është shumë e natyrshme që dy koalicion partneri në qeveri me bashkëpunu në nivel lokal. Dhe
Po sa do t'jetë e vështirë për të mobilizu strukturat e VMRO-DPMN-s në rreth të dytë në këto komuna, për shkak se dihet që në rreth të dytë nuk dalin të votojnë për këshillat komunal, por duhet të votojnë Kjo është shumë e vërtetë. Mes dy kandidatëve që janë nga që ne dim që VMRO-DPMN ka një elektorat të disiplinuar. Dhe nëse ato marrin një lloj, le të themi, urdhri apo një lloj këshille, udhëzimi nga partia e tyre, mbase jo të gjithë, një pjesë e tyre mund të dalë dhe të mbështesë kandidatët në fjalë, dhe një faktor tjetër është që ne do të kemi parasysh që kjo mbështetje nuk jepet falas edhe për ato. Se mbrapa ai do kenë kushtëzime. Jo, pasi të fiton kandidati X komunës caktuar, ndarja aty kulaçit brenda komunës, atë sa është ndahet edhe për ato. Do me thonë që ato kanë një lloj interesi për me të rast, VMRO-DPMN apo cila do qoftë parti tjetër, kanë një lloj interesi për me mobilizu masa elektoratin e saj për me votu për një kandidat caktuar. Pra që se to marrin edhe poste brenda atyre komunave, marrin edhe fonde, marrin edhe punësime, ku ta diun çfarë ndodh atje. Faton, ku pra që zhvillohet gara më e ashpër në rreth dytë, bazuar në rezultat? Për dallim nga Tetova, besoj se Struga është ajo epicentra e rrethit dytë tek shqiptarët kur për shkak të rezultatit ngushtë. Për shkak të rezultatit ngushtë, jo rastësisht. Edhe Kërçova në harum. Është kriju ajo handicap i madh i votave mes Vlenit dhe AKI-s në Tetovë, dhe besoj se është punë e kryer. Ndërsa në Strugë do të jetë shumë interesante. Po në Strugë kemi profesori e përmendi se votuesit e VMRO-s janë të disiplinuar dhe kanë interes sa duke qenë brenda komunës. Po duhet ta kemi parasysh se në përgjithësi koalicionit partner, në këtë rast VMRO-s ose që në Kumanov në rastin konkret shqiptarëve të Kumanovës, konkretisht koalicionit partner, gjithmonë ju është dhënë ajo drejtori o ajo ndërmarrje publike e cila ka qenë në zhytën borxhe deri në fyt. Dhe me drejtorim brenda atyre viteve nuk ka mundur asnjë punësim, s'paku me kontratë realizoje më lere do një projekt konkret për qytetarët. Besoj se edhe në taborin tjetër, në Strugë apo në Tetovë, e njëjta punë do ndodhe me VMRO-DPMN. Shpresoj se do të marrë shumë ndërmarrje publike me ndoshta. Me këtë pushtet që ka VMRO-ja, besoj që u merr edhe ndoshta u merr më shumë se sa duhet mund të marrë. Ndërmarrjet janë zhytur në borxhe. Ai do të marrë komunale. Do të marrë ndërmarrjet e caktuara ndoshta në pikpamjen e parë me emër, po punë konkrete nuk do të mund të realizoje. Po ashtu e përmend edhe Kërçova. Këtë rast për Kërçovën me ndoshta zhgënjim të thellë do të them se VMRO-DPMN-ja ka të sigurt fitoren e Kërçovës. Do i shohim rezultatet, pazari i Vlenit me VMRO-DPMN është e kryer. Vetëm me konferencën përshtyp të kandidatit për kryetar nga ana e Vlenit e bëri të ditur se jeni të lirë qytetarët të Kërçovës, votoni më të mirë. E për momentin më i mirë është ky i VMRO-DPMN-s. Mbas disa inserteve që i dëgjuan për kryetarin aktual, ajo ishte mesazhi që dha vet Fatmir Limani, gjithsesi kandidati për kryetar. Besoj se vetëm me bojkot shqiptarëve, jo me daljen në përkraje të Fatmir Darit, po vetëm me bojkot, pala tjetër do e kesë sigur fitoren. Apo me mos mobilizim të diasporës, për shkak se dim që Kërçova ka një përqindje të madhe të votave që vijnë nga diaspora. Zakonisht ato janë mobilizuar në rreth vite, po edhe ata janë të lodhur Ersan. Zakonisht kandidati i VMRO-DPMN-s ka fituar në rreth parë, edhe në zgjedhjet paraprake, po ajo diferenca është bërë në rreth dytë me një mobilizim më të madh të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Kërçovë dhe shqiptarëve dhe kërçovarëve që janë të lodhur edhe atë nga kjo politikë folklorike romantike ndër vite. Çdo herë që kemi pasur nevojë për votat e Mërgatës, kemi bërë propaganda. Ju lutem e janë votoni, ndërsa për t'ja kthyer sadopak atë mirën, kemi punuar në drejtim zero. Apel, unë do të nisi ndoshta ndryshe. Dibra. Alianca Kombëtare për Integrim, jo, nuk ka nevojë di, domethënë nuk ka nevojë. Alianca Kombëtare për Integrim me forca e tretë politike. A thonë, këtu shifët koalicioni aki sa forcë ka pas, duke ditë se bastion i Aliancës Shqiptare dhe i BDI-s ka qenë Dibra. E kemi një kandidat si Fisnik Mela që është prurje shumë e re, edhe shumë energjike,
ftyre rejnë politike tjere tjere. Dhe kemi Ramadan Imerin i cili ka qenë kuadër i BDI-s. Edhe tash këtu dhe tjetë lufta se kush dhe ta marre. Është puna se ndiver gjasat mëdhoja, do të shpresojmë edhe të Fisniku dhe të Ramadani, po këtu dhe tjetë ajo thyerja e ative bastioneve të njënës anës e tjetërës. Unë mendoj se këtu dhe tjetë tepër interesant loja, ose gara, falni se e bona këtë kështu, në struk do të ndikohet fryma fituese e Vlenit, mendimi jam kjo. Do të thonë inercion. Interesante do të jetë Brvenica edhe Kërçova. Pse e tham këtë se këtu mund të prishet edhe koalicion. Do për arsye se nëse unë në mënyrë të hapur të kam përkrahur në çdo komunë pres edhe prej teje hapur të më përkrahur në komunë. Çfarë që e tha edhe profesori Murat. Po pak të ju fletë edhe Freudi, haroni edhe Domnelin. Po, nuk më rinë, a do shte ti ta thojsh këtë, se ti nga ndet ti duhesh më mirë, më njohë se mirë i kësaj. Unë e thamë, këtu, do me thonë, për punën e Kërçovës do të thyen shumë rregulla dhe shumë gjëra do të ketë hatërmbajtje të mëdha. Fatkeqësisht e thamë këtë, edhe sepse nga një anë ke bëh koalicion para zgjedhor të hapur se koalicioni qeveritar do të përkrahet në 2 vende, tash ti nuk ke kandidat atje të Vlenit, po ke kandidat të kundërshtarit anë politik. Tash ti si do të reagosh si Vlen? Më thonë do duhet patjetër, tash nuk e folin atë aspektin emocional, empatik, po e folin atë aspektin pragmatik. Se ti a kërkon me të përkrahun në Tetov. Këtu, aty, dhe tash ti do duhesh të mund përkrahesh aty. Po taktika se do luhet në Brvenicë, për shkak se Brvenicë është koalicioni bashkë tash. Tash e njëjta, a kupton tash këto të Aleancës Kombëtare për Integrimin do duhet ta përkrahin kandidatin e Vlenit. Edhe aty mund të thehet kjo puna e koalicionimit, sepse ai kandidati i pavarur Pajaziti ai më e përkrahi kandidatin e Vlenit, mirë po ai nuk ka asnjë bagazh politik, më thoj. Ai ka heq me komunën e Brvenicës, ai është figurë e rëndësishme në Brvenicë, po nuk ka ndonjë bagazh të cilën dhe këtu për Tetova unë mendoj, për arsye edhe në Dollnen. Jo vetëm Tetovën ta them. Po, Tetov është diçka tjetër. Tetov është diçka tjetër për arsye se komplet rrethi i Tetovës është i fituar nga Vleni. Po, në rrethin e parë. Komunat rurale. Komplet është. Rajoni i Pollogut. Do rajoni i Pollogut komplet është i fituar. Edhe këtu nuk diskutojmë. Do kemi rreth ditë edhe në Do Bogovin. të jetë interesant Stoniçan, do të jetë interesant. Për vënë dhe Fatoni, shumë interesant do të jetë Stoniçan. Do thonë është AKI, edhe kandidati i pavarur. Si do të reagojë Vleni këtu këtë rast? Edhe do të jenë raste shumë, këto janë raste të cilat do t'i shohim ne koalicionet e të ardhmës edhe hatërmbajtjet kështu që do të ndodhin të ardhmen. Se do të ketë hatërmbajtje këtu. Sigurt e them, mbas 1 viti prapë do të takohemi kjo ekip dhe do ta diskutojmë këtë. Po, kështu kemi qenë, nëse ju kujtohet, para 1 viti. Para 1 viti pas rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, prandaj vendosa që përsëri ti analizojmë edhe rezultatet e zgjedhjeve lokale. Profesor, në disa komuna do të kemi përsëritje të votimit për shkak se nuk është arritur cenzusi. Janë komunat e Gostivarit, Vrapçishtit, Qendrëzhupës dhe Mavrovës. Por fillimisht flasim për Gostivarin dhe Vrapçishtin. Nëse shohim rezultatin, kemi një fitore bindëse të AKI-t në këto 2 komuna, po a do të thotë kjo që edhe Vleni ka bojkotuar në një mënyrë zgjedhjet lokale në këto komuna për mos i mundësuar cenzus? Nuk e di a ka bojkotuar, por me sa di janë 4 apo 5 komuna që kanë një problem natyrës tillë. Dhe kjo për mua është një fenomen paksa shqetësues. Nuk është vetëm çështje e partive politike, çështje e bojkotit e kështu me radhë. Kjo për mua shpërfaq edhe një lloj apatie politike, një krizë politike, një mos interesim, indiferencë e qytetarëve në karshi politikës. Tani pse ndodh kjo, tani përgjigjet arsyet mund janë shumëta, por sigurisht ka të bëjë me degradimin e politik bërjes që na ka ndodhur. Ka pas inxhiniering politik këto? Nuk e di, sinqerisht nuk mund ta them. Edhe unë besoj se nuk jam konspirativ, po këto duket diçka tillë. A di pse? E them. Tani edhe nëse ka patur një inxhiniering, unë dëgjova sot që qeveria do delegoj ndonjë përfaqësues që është një gabim shumë i madh. Atje fitues legjitim është Valboni dhe ai Isen Shabani. Pra, ai ligji mund të jetë ashtu, por ligji nuk do të thotë me automatizëm edhe drejtësi. E drejta është që
këto dy fitus, ti udhëheqin ato dy komuna. Mendoj që duhet me patjetër me u respektu vullneti i qytetarëve. Doja të them edhe ta përmend edhe që ne harrum fatkeqësisht, pra ylli, ajo, si më thënë, gjëja më e bukur në gjithë këto zgjedhje ishte fitoria e çashkës nga ana e shqiptarëve, tani në rregull. Por mendoj që ishte një hap i mirë, i dur, një koordinim ndër me dy bloqeve shqiptare, se të arritëm këtë rezultat. Tani se si do dale nuk e dim, po parimisht budesh ta them këtë. Vetë ndërlidhem, pajtohem për çashkën, nëse nuk do të është diçka e re, edhe të shpresojmë se do të menaxhohet mirë, se është një territor jashtëzakonisht shumë i madh. Është një territor i madh, është një territor me potencial të madh, edhe do duhet patjetër mirë të menaxhohet ai. Po si do reflektoj kjo në raportet edhe brenda koalicionit nëse prishet në çashkë? Nëse janë të gatshëm të natë ringun e boksit hanë ende grushta, lirisht në të vazhdojmë. Më thonë, unë thash, fitoria nuk është se merit shpërblim, ju kanë thonë. Fitoria është dënim për tjetër kant. E di pse thamë këtë, Gostivar ka ndorë inxhinjering politik. Nuk kanë dalë, kanë abstenu qytetarët. Më thonë, ti në rasti ma interesant është vrapçishti. Pi atje shkon me Zjadin Selën, pi të Zjadin Selën deli Pavarë, pi Pavarën shkon me Arben Taravarën, pi me Arben Taravarën kthejnë në koalicion me Aki. Nuk bëhet fjalë për salta cilët, jo. Nuk bëhet për inxhiniering i mirë menduar, por është e para e dyta kandidati Vlenit në vrapçish ka dalë 5 minuta në 12. Po kërkush nuk e njeh kush është. Me gjithë respektin për personin, nuk kam asgjë kundër atij. Kërkush askush nuk e njeh. Po e dyta në Gostivar ti ke pas kandidat të mirë, ke pas, është Visari ka qenë kandidat i mirë i Panvarën. Ka bërë fushat jashtëzakonisht shumë të mirë. Po ma ti ka pas abstenim. Ai ka dalë me votat qatë që ai ka pas koalicioni. Edhe shive, kur ke mund ti si BDI ta fitojsh një komunë, ka ardhur koha ta fitojsh atë komunë, ti bën koalicion. Ty ka pas, unë për mendimin tim një VMRO DPMN ka bo abstenim, ka bo aty ka bo abstenim Gostivar, edhe pastaj ka pas abstenime tjera edhe nga shqiptarët, dhe vjen një situatë, ligjërisht e lexova pak ligjin, se mund të lejon kryetarët aktual 2 muaj ta vazhdojnë ta bëjnë komunët, që mos ngelet vakant vendi si ushtrues detyre, por arsye se shumë është rënd tash nxirret një njeri, po ti mirret në shkrimi, po ti bën këto procedura, por patjetër mbas 6 muajve do të kemi zgjedhje edhe në këto 4 komuna kanë bet, po natyra aty 2 komunave tjera ma vrostushë aty ndryshe. Aty është disfunksionaliteti aty komuna. Ideja ime është kjo aksidentale siç mundohemi ta përshkruajmë. Unë shoh si një lloj fenomeni se përqindja e daljes në votime ka qenë e madhe. Jo. E madhe ka qenë. Disa komuna specifike, megjithëse këto komuna kërkojnë edhe një trajtim më sociologjik pagas. Nuk o vetëm ti mund thosh ka pas emigrimi, ka qenë kjo, krejt kjo, ama nuk mund ti për shembull çajir ke pas në zgjedhjet lokale paraprake 44% dalje, tash ke 51%, Saraj ke pas 42, 55. Po ke edhe komuna që kanë edhe ulje, kanë edhe rënje. Jo, Tetov ke pas rritje, në Pollok ke pas rritje. Në popullacion gjitha komuna ka pas rritje. Zgjedhjet lokale zakonisht dalja ka qenë e madhe. Nëse vëre në krahasim me zgjedhjet e një viti më përpara kemi një ulje të daljes në nivel kombëtar. Jam të thënë. Po, në komunat me shumicë shqiptare ka pasur rritje. Ka edhe një numër 50.000 votash të pavlefshme në nivel nacional. Pra mendoj që janë edhe një lloj treguesi dhe kërkojnë. S'ke pas votat pa zgjedhje. Ti kishe qenë 27 votat pa vlefshme, nuk do të kishte re. Tani Sen Shabani në Vrapçisht ka marrur 6.050 vota, apo 88.13%, ndërsa Mehmet Seferi ka marrur vetëm 467 vota. A mendoni që realisht Vleni nuk ka mundur të paktën të shkojnë mbi 1.000 vota? Vleni 5 minuta në 12 ka nxjerr kandidat. Vleni ka tjetër gjë. Mandej e këtu në Vrapçisht pa edhe për këshill komunal nuk ka ndarë. Domethënë, jo se nuk ka pas. Po e njëjta ka ndodhur në Gostivar. Po në Gostivar forca mund të jetë deri aty 4.000, 4.500 opozitë edhe 6.000.
Mirë po pjesa tjetër nuk ka dalë. Unë mendoj se edhe në koalicion brenda ka pas problem në Gostivar. Unë mendoj edhe kjo ka ndodhur. Mendoj, nuk kam fakte, një farlloj ku di, kështu mendimi kam se. Faton desha tre. Shkurtimisht për situatën Gostivar dhe mbrapsht, mendoj se ka qenë mirë e menduar dhe mirë organizuar. Për çfarë arsye po e them? Dy faktorë kyç mendoj që janë. E para, sulm direkt i qeverisë vëmëros në krye edhe me Blenin kundrejt Taravarit, nuk i harrojnë atë largim të qeverisë pa ndonjë shpjegim konkret dhe të pranueshëm për gjithë qytetarët, ndërsa e dyta është edhe akrobacionet e zotit Taravarit bashkë me figurat e tij, herë në opozitë, herë në qeveri. Largohu bashkangjitu me Blenin, e prishi partinë e vet, mbas një viti e prishi edhe koalicionin Blen dhe shkoi prapë në prerjen e Ali Ahmetit. I kemi parë deklaratat e atij, faktikisht. Deklaratat e atij po t'i ndjekësh për figurat kundërshtare janë tmerruese. Edhe kjo për qytetarin besoj se ka qenë mjaft zhgënjyese dhe kanë vendosur në bashkëpunim me qeverinë që ta delegitimojnë dhe të mos marrin pjesë fare në zgjedhje. Po atëherë, cilat do të jenë sfidat dhe hapat e radhës që pritet i ndërmarrin AKI dhe Vlen? Sidomos Alianca Kombëtare për Integrim, pasi që janë në një pozicion më të vështirë. Unë kam thënë vazhdimisht dhe po e them përsëri. AKI BDI realisht, tani se atje nuk e di si do ndodhe me AKI, se unë e faktor akoma kryesor e shoh Bashkimin Demokratik, i duhet reforma. Asgjë tjetër. Pa mos ndërmarr reforma strukturore. A shihni gatishmëri për reformën? Atë nuk e di. Tani për tani nuk shohim. A do marrim mësim nga ky rezultat, unë nuk e di. Koha mbasi ishte vjet pas zgjedhjeve parlamentare. Zgjedhjeve parlamentare nuk e bën. Pra, shkurt do i them reforma. Në sa i përket çështjes së Vlenit, unë paktën pritjet e mia dhe dëshira ime do të ishte, pra e kam thënë edhe më parë, një fuzionim të këtyre 3-4 partive dhe pra krijimi, prodhimi një partie mirëfillt me një profilizim të djathtë, ideologjik, me një lider të caktuar, të cilin ato do ta zgjedhin mes tyre një parti normale, ndërka sa i përket veprimtarisë politike, Abil mendoj që tani nëse dalin mirë edhe në raundin e dytë, veç pas se fitohet Tetova dhe le të themi edhe Dibra, një lloj rinegociimit pozitës tyne në qeveri. Një lloj është presion do të ketë. Sigurisht kjo do duhet të ndodhte sipas mendimit tim, shkurt. Abil? Sfida kam në vizova për këto. Te Vleni sfida më e madhe është si të transferohet bayraktarizmi leadership, që do të jetë jashtëzakonisht proces shumë i rëndë, sepse edhe partneri i tyre të koalicionit kërkon lider, me kë do të bisedojë, nuk mund të bisedojë me 5 veta. Duhet një të bisedohet edhe, sepse aty ke një lider të fortë, edhe ka kjo nëse do të ketë presion të madh tash. Fitoria të bën presion të madh. Kjo sfida më e madhe që e pret Vlenin, nuk do të ketë lehtë të transferohet ky proces. Kjo të shpresojmë të jetë lehtë, por nuk do të jetë lehtë. Te BDI-ja është patjetër kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, një figurë historike, do të patjetër shpejt të fillojë të bëjë reformën në partinë e tij. Më thonë, edhe ai do duhet këtë proces ta çojë deri në momentin kur edhe ai do të rriqet për Bashkimin Demokratik. Në fakt atë desha të pyes. Kishte kërkesa nga opozita që nuk mund opozita të thotë të rriqet. Domethënë do duhet ai brenda ta çon komplet partinë në një fazë ku do duhet të gjej modul, të gjej një lider që do ta zaventësoj edhe ngadalë të rriqet. Kur them ngadalë sepse nuk mundet tash me njerë dale sepse ajo parti më shkatrohet. Më thonë se është shumë identifikuar ndaj me personin lideri i kësaj partie. Nëse këtë arrin ta bëj, unë mendoj se i duhet kohë, sfidos i duhet jashtëzakonisht kohë e madhe dhe i duhet shumë kërkim edhe njerëz në atë aspektin resurs human që ta bëjë këtë punë. Nuk është e pamundur, është shumë e mundur kjo punë, edhe të fillojë ti transferoj idetë e veta nga një eshalon të ri politik. Mos të harrojmë, ta marrim si shembull konkret vëmërot DPMN, e cila pas formimit qeverisë Zaev me Bashkimin Demokratik për Integrim, në zgjedhjet lokale posoi fiaskot. Por e njëjta
u reformua me figura të reja në UHC dhe tani kemi një VMRO DPMN shumë të fortë. Jo dhe aq e reformu me VMRO-ja. Jo dhe aq. Shumica e këtyre aktorëve që shenë sot kanë qenë ndoshta në nivelin më të ulët të qeverinë. Po ma kanë qenë aty brenda. Disa kanë qenë edhe besa në shëllon. Që janë në të gjejë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ato të eshalloni të rejtë nëse ka pas kualitetet mira, në të nxjerrë në eshalonin e parë dhe në të mirën me politikë aktive. Më thonë, ja, në ta bëhe edhe këtë gjë. Po dhe duhet pa tjetër, kjo është një proces të cilët edhe nuk guxon më ta luajnë rolin e opozitës, në opozit, janë opozit dhe duhet këtë pa tjetër një orë më shpejt këtë ta pranojnë. Ta pranojnë edhe të vazhdojnë. Më thonë se nuk konstellacioni politik edhe i rrethinës të cilën është në rrethi është të qatë o të bë. Më thonë, nëse këtë nuk e perceptojnë mirë. Shiko, Zotëria Alia Ahmeti është një figurë dhe ikonë e shqiptarëve dhe Maqedonisë ndër vite, sidomos edhe për Bashkimin Demokratik për Integrim që ja ka siguru çdo pasgjete fitore. Shumë e rëndë, shumë mirë e potencu që ai për një herë largohet nga partia, ta shloj bajrakin dhe ta merret dikush tjetër, pse jo edhe do një më i ri në general. Mirë po, duhet ta... Jo me njerë, unë pësash me njerë. Po, jo, duhet filloj të përgatit parimisht reform. Reform. Se si do e udhëheqin... Edhe në qoftë se e vendos do një kryetar në thojza, sa përsy e faqe, edhe ajo do të ishte legjitime, besoj se do të ishte e kënaqshme për opinionin. Mund ta marr një shembull shumë konkret, ne gjithë e dishmi se kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri ishte Sali Berisha. Mirë po e vendosi Lulzim Bashën në krye. Ndërsa ai tërkohën qëndronte në sfond dhe politikat e mëdha ai menaxhonte. Edhe Zotëria Alia Ahmeti mund ta bëjë të njëjtën gjë. Ta vendos bujarin në krye të detyrës, edhe vetë menaxhoj prej brenda institucionit. Nga lideri që vjen. Po e sugjeroj. E para punës, e dyta për koalicionin Blen, unë besoj se nuk do ta kese jetën e gjatë. Besoj se ka ardhur momente që disa lider brenda atij koalicioni ose edhe parti më të shuhen ose të fuzionohen brenda njëri tjetrit. Fakt disa individ pas rezultateve kanë paralajmëruar që procesi i bashkimit në një parti politike, në fakt i unifikimit, do të vazhdojë dhe do të bëhet. Nuk do të bëhet. Është shumë e rëndë, besoni ju e njihni shumë mirë terrenin, një lider të caktohet prej Shkupit ose tjetër lider të caktohet prej Tetove. Nuk ndodh ajo. Nuk e pranojnë asnjëra pala as tjetra. Të vartë nuk e pranojnë një lider prej Shkupit. Nuk e pranojnë. Po dhe kundërta, me fuqinë e Zotrit Izzet Mexhiti në këto momente që ka mbërrit se i pari në atë koalicion, nuk e lojnë qytetarët dhe qajirët dhe strukturat e veta që t'ja shloj vendin bilan kasan. Është e pamundur. Mirë, atëherë e dim që retorika e BDI-s, AKI-s ka qenë pas 19 tetorit të zgjedhjet parakohshme parlamentare. Tani, sa janë gjasat për të pasur zgjedhjet parakohshme parlamentare, por do shtë edhe të inicuara nga partitë në pushtet? Duke pas historikun e VMRO-s, ato mund ndodhe çdo herë te ato të ketë thirrën zgjedhje parlamentare. Për shkak se kemi një ulje drastike të votave të VMRO DPMN-s krahasim me zgjedhjet parlamentare. Mirë, ato e flas ato e kanë në aspektin historik e bën. E dyta, opozita ka drejt çdo herë të kërkojë zgjedhjet parakohshme. Domethënë në çdo kontekst i del dhe një kontent i ri etj, ato kanë të drejtën e vet të kërkojnë. Por unë mendoj një moment tjetër, më thonë, shtypje do të ketë jashtëzakonisht shumë të madhe në këto momente pas zgjedhjeve lokale për eurointegrimin të Maqedonisë. Nga kush? Nga ndërkombëtarët. Më thonë, von der Leyen ishte këtu. Jo, ne konstellacionet si shkojnë, do të mirë edhe me këtë pjesën këtu. Do të thonë, nuk do të jetë çaq rahat. Nëse Orbani humb zgjedhjet mars, apo mars do të ketë zgjedhjet. Ato nëse humb zgjedhjet, edhe fillon një ndryshim tjetër në aspektin politik në Evropë, do të jetë patjetër ta mendojnë këto mënyrën se si do të fillojnë tutje. Fundit rënja e Gruevskit nuk ndodhi se ai nuk ishte i popularizuar. Edhe këtë s'duhet ta harrojmë. Ai ishte shumë i popularizuar në 2016. Pas 10 vitesh abil. Po unë nuk e tham se do të ndodhe rënja tash. Po unë mendoj se do të ketë katalizator, do të bëhet edhe më shpejt. Është e patjetërsueshme. Do me thonë, ne nuk mundemi në aspektin ekonomik e flas, për çdo herë të marrim kredi nga shtetet tjera. Jo shifni, atë kredin që në shkrytën me Britaninë e Madhe, kur gjo nuk është ta. Sepse nuk kanë asnjë program, asnjë feasibility plan nuk kanë për investime kapitale. Ajo është vetëm në shkruaj dhe nuk flitet më për ata.
kredia ungareze po mur 500 milion, nuk dihet e pjesa për ekonominë, nuk u shpenzua kreta për 80-90 milion u shpenzuan. Kjo 250 milioni shkojnë për komuna, ta shohim çfarë impakti do të ketë. Nuk mundet ne për çdo herë të marrim huaja. Patjetër do të kemi reforma dhe të marrim fonde evropiane, të fillojmë të zhvillohemi, të njëjtën që e bën Shqipëria, e bën Malizi, edhe vendet të cilat përpara ne si Bullgaria, Rumania etj. Thonë, nëse procesin e Berlinit seriozisht e kemi do ta marrim dhe në këtë shampion e kemi Shqipërinë që në trakën e shpejt shkon, do të ketë presion. Unë mendoj se do të ketë presion. Unë uroj ta kem gabim. Mirë po, kontekstin ndërkombëtar nuk na tregon një diçka të tillë. Von der Leyen, jo vetëm ajo, kanë ardhur dhe do të vinë. Ne na ka ardhur Angela Merkel, na ka ardhur edhe shefi i NATO-s Macron, na kanë thënë që kryenia që këtë ndryshimin e emrit dhe keni Bashkimin Evropian para. Unë mendoj që ne tash t'i themi gjërat drejt. Shumica e bashkëqytetarëve tanë Maqedonas nuk janë të interesuar me pagu çmimin e inkorporimit bullgarëve në kushtetut për nisjen e procesit euro-integrus. Atëra kthehemi ne te ajo në fillim që e tha Fatoni? Cila? Në fillim që e tha Fatoni, 2 nënshkrime. Ajo është temë tjetër. Po këtë jam të thonë. Unë po flas, unë po e them, sigurisht kjo është një opinion, dhe unë uroj ta kem gabim. Unë sa e shoh, VMRO DPMN me këtë fuqi politike, me këtë mbështetje, pra po e përsëris, kampi anti-BE ka arrit shifrën e 80% të votave nëse i marrim to si referencë. Kontekstin ndërkombëtar më unë nuk po më duket. Unë nuk e di ndonjë administratë tjetër amerikane gati se një vit që ka presidenti mos ketë emëruar një si emisar për Ballkanin. Me sa di unë akoma nuk ka një emisar që Trumpit për Ballkanin. Nuk e ke që sa koka ka kaluar një deklarat ambasadores Shëbave në Maqedoni për këtë çështje unë nuk kam dëgjuar që kur është themeluar. Jo, kjo shfrytëzohet në mënyrë maestrale për kësaj qeverie. BE-ja për momentin merret me problemet vete, jo Zelenski, jo Ukraina, jo kjo le të themi thika mashpinë e Trumpit. Si kontekst nuk po shoh. Thomas Vajc. Deklaratat ne paktën unë ndaj këtë bini jena mësuar ti dëgjojmë për momentin një zgjidhje të shpejt nuk e pres. Unë jam të, domethënë, problemi do të jetë imploziv edhe për brenda. Domethënë ti nëse nuk ke reforma, edhe në drejtësi, edhe në ekonomi, nuk ka reformë. Ajo do marrë kohë abil. Unë pajtohem, ajo do na ikin disa vjet. Kështu, domethënë, diskursi jot politik, ju ti më dhe kryeministit, është kështu. Ne do të përgatitemi për Unionin Evropian. Ne do të përgatitemi. Edhe në fakt asgjë nuk përgatisim. Ku do vje presioni? Nuk kemi reforma. Ku do vje presioni? Vetë qytetarët do të vjen. Cilët qytetarë, cilët paktën që e pash qytetin e Koçanit, paktën simbolikisht u desht me humb VMRO DPMN në qytet. Sigur që humbin të to. Kishte fituar. Do një lloj këto mënyrë plebiscitare e kanë miratuar politikat e djathta të VMRO DPMN-s. Dhe këtu kam parasysh që kjo mbështetje krye këput buron për qëndrimin e VMRO DPMN-s për kashi ndryshimeve kushtetuese dhe bullgarëve. Mendimin. Unë mendoj se pas zgjedhjet lokale uroj ta kem gabim. Unë jam shumë interesuar për i kanë fal. Jo, unë edhe rastisht e fillova emisionin pyese nga mbrapa, se këtu e kishim temën. Unë po pajtoj me profesorin Murat se ne prap do të humbim kohë. Do upim kohë. Do upim kohë dhe do të kthehemi si në kohën e Nikola Gruevskit. Aq më shumë që bën presion faktori ndërkombëtar mbi Maqedoninë e Veriut, aq më shumë rrezikohen tesorin drejtnike dhe aq më shumë Maqedonia e Veriut do të shkojë drejt Serbisë dhe drejt Rusisë. Presioni ka qenë si mjet i gabueshëm. Kjo ka qenë e vërtetuar edhe më herët. Duhet punohet paraprakisht për mos marrë drejt ajo situatë. E fatkeqësisht këtë politikë të VMRO-s DPMN-s ne si shqiptarë kemi legjitimuar. Duke konsumuar LSDM. Shumë kemi edhe një paraqitje të mirë të partisë Majta në qytet të Shkupit. Ne si shqiptarë apo edhe Majta veten si një forcë politike e madhe që ne si shqiptarë shumë herët i kapëm çiftelit nëpër parlamente, nëpër oda dhe filluam festojmë. A duke pasur parasysh se as kund të gjendemi në procesin eurointegrues.
Ajo do na të kushtoj shumë shtrenjtë. Këto që po i shoh janë vetëm sinjale, indicet para. Gjenda do të jetë shumë më e keqe, shumë më katastrofale. Nuk do të dëshmoj askënd. Prej vitit e ardhshëm do të fillojë kjo përbuzje. Po do presim 10 vitet e ardhshëm derisa të mrrim taj proces. Profesor, për këtë majtën do kemi qytet Shkupit balotazh ndërmjet VMRO DPMN-s dhe Amar Mecinovicit, i cili është kuadër i të majtës, a do të thotë kjo që po imponon e majta veten në atë tryezën e partive të mëdha politike? Nuk e di ta them tani, sa i pash numrat jo krahasim me gjetët e vitit kaluar kishin një lloj rënje në vota, nga ana tjetër. Të gjitha partitë kanë rënje. Faktikisht është e vërtetë, të gjitha kanë, po si duket po. Në fakt, ndoshta atë që tha edhe Abini, nuk është çështja që ajo po imponohet dhe po forcohet shumë sa është problemi tek dobësimi i LSDM-s. Paramendoni ka dalë në qytetin e Shkupit, ka dalë partia e 4. Një debakëll i papar, nga ana tjetër edhe këtij kandidati duhet me i dhanë meritet e tij ishte një risi në skenën politike, mënyrën se si e zhvillonte fushatën, diskursi, simbolikat e kështu me radh, ishte një diçka e re dhe si duket i ka tërheqë qytetarët e Shkupit pas këtij zhgënjimi që përjetun me Danela Arsovska, qytetarët e Shkupit to lloj 4 vitesh. E tani a do gjeje teren Levica? Mendoj që jo, pasi që këtë terenin ku ajo po pretendon, e kjo është e majta nacionaliste, hapësirën nacionaliste duket që VMRO DPMN po e mbulon bukur mirë me këto rezultate. Ky është mendimi im, ta shohim si çfarë mendon Abidi. Aty ka një sfidë shumë interesante në parti politike. Shumica e shqiptarëve që unë jam marrë, pak i kam analizuar sepse nga provenienca jam e kundërta e atyre. Më thonë, aty ka 2 tabore, ka një tabor që është ultranacionalist, shumë ultranacionalist, edhe një tabor tjetër janë të tjerët, do të thonë që nuk i përkasin, nuk janë Maqedonas, po janë të pakicave tjera. Edhe aty kurdo do të vije punë, njëherë ato kishin një farë lloj ndarje shumë të madhe. Patën një ndarje, jashtëzakonisht shumë të madhe. E tash mund ndodhë të ato tjetë një ndarje madhe, sepse... Ma atëherë ikën vetëm shqiptarët. Vetëm shqiptarët u larguan atëherë. Artan Sadiku, Mari Glendemiri... Po, ato u larguan, por jo që nuk ka tash atje. Jo që nuk ka. Më thonë ka, më pak janë, por ama do duhet ndodhe një moment kur do duhet këtë frymën ultranacionaliste do të hjekin dhe të fillojnë të punojnë si Tsipras, si për shembull në Greqi ose se di, në një parti tjetër, se dhe ishte e Kroacisë. Nëse arrin ta bëjnë këtë, sepse këto nuk mund të luajnë atë kartën të vrapojnë tash bas votave të etnive tjera, nga tjetra ta bëjnë këtë tjetër. Unë mendoj se këto nëse e nuhasin atë pjesën se mund ta marrin pushtetën ose mund ta marrin opozitën, unë do të mendoj se do të fillojmë pak të zbuten. Ne do të shohim politika interesante prej atyre, edhe pse përsëri e tham proveniencia e tyre e majt nuk më pëlqen. Mirë, atëherë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen me të cilën na keni përcjellur gjatë këtyre minutave. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.